Veza e rrallë Fabergé shitet për 22.9 milion pound duke vendosur një rekord botëror. Një nga kryeveprat më të rralla të Peter Carl Fabergé ka thyer sot një rekord ankandi. Veza e dimrit, dikur në pronësi të nënës së perandorit të fundit rus, është shitur për 22.9 milion pound, duke u bërë kështu objekti më i shtrenjtë Fabergé i shitur ndonjëherë. E porositur në vitin 1913 nga perandori Nikolaj II si dhuratë e Pashkëve, kjo vepër unike është punuar në kristal shkëmbor të gdhendur nga brenda, ndërsa jashtë shkëlqen me fjolla bore prej platinit të mbushur me diamant rosekut. Është era e tretë që kjo vezë vendos rekord botëror, fal historisë së saj të jashtëzakonshme që ka nisur në oborin perandorak rus dhe vazhdon me një udhëtim dramatik përtej revolucionit të vitit 1917. Pasi humbi për gati 20 vjet, veza e dimrit është rikthyer sot në qendër të vëmendjes duke e tërhequr koleksionistë nga gjithë bota, drejtoresha e departamentit të Fabergé. Në Kristjes e quajti shitje një moment historik për artin rus dhe një nga veprat më të shkëlqyera të Fabergé.